Mirëmëngjesi dhe mirë se vini në bota e horoskopit. Le të shikojmë çfarë do na thonë letrat tarot për 12 qenjat e zodiakut për ditën e ënte 30 korrik 2026. Ju faleminderit që na ndiqni. Dashi, letra e tarotit dash për këtë të ënte, gjykimi e përmbysur. Dash, shkoa të zgjosh dhe të besosh më shumë tek vetja. Letra gjykimi e përmbysur tregon momente dyshimi, pasigurie ose frikë se mos ke marrë vendimet e gabuara. Por sot universi të kujton se nuk duhet të mbetesh i bllokuar duke analizuar të kaluarën apo duke u shqetësuar për të ardhmen. Mos u përqendro tek gjërat që të ulin energjinë. Ti e di kush je edhe çfarë je i aftë të arrish. Ndonjëherë pengesa më e madhe nuk është jafteje, por zëri i brendshëm që të bën të dyshosh. Me diellin në Luan, kjo është një kohë për të kërkuar gëzim, kreativitet e për të bërë gjërat që të ndezin pasionin. Mos harro se lumturia jote nuk ka nevojë për miratimin e të tjerëve. Hëna në ujor të kujton se miq dhe njerëzit rreth teje mund të kenë mendimet e tyre, por rruga jote është vetëm e jotja. Nëse bën diçka të lumtur dhe të sjell paqe, ndiqe me zemër të hapur. Dash, lere sot frikën dhe zgjo ndaj mundësive të reja. Beso tek vetja sepse forca jote ka qenë aty gjatë gjithë kohës. Demi, letra e tarotit për 30 korrik për ditën e ënte, dielli e përmbysur. Dem, se kjo fytyrë e trishtuar sot. Letra dielli përmbysur tregon një moment kur gëzimi mund të duket paksa i largët, ndoshta ndihesh sikur do të ishe diku tjetër në një vend që të merresh me detyrat e përditshme, punë ose përgjegjësitë që ke mbi supe. Por kjo letër të kujton se edhe kur lumturia vonohet, ajo nuk humbet. Sot është dita për të përqendruar vëmendjen tek gjërat që të japin energji dhe të bëjnë të ndihesh mirë, edhe nëse disa dëshira apo plane duhet të presin pak. Mos harro dem, durimi dhe përpjekja e sotme mund të të sjellin shpërblime të mëdha nesër. Ajo që po ndërton tani do të kthehet në një aventurë të bukur në të ardhmen. Puno me përkushtim dhe mos harro të jetosh dhe të shijosh momentet e vogla. Mbaje kokën lart sepse ditët më të shndritshme po afrohen. Binjak, letra e tarotit, faqja e shpatave e përmbysur. Binjak, askush nuk di të tregoj një histori më mirë se ti. Letra faqja e shpatave e përmbysur lidhet me fjalët, informacionin dhe thashetemet. Ti ke një aftësi natyrale për të komunikuar, për të mësuar lajme të reja dhe për të biseduar rreth temave interesante. Pak humor, diskutime dhe shkëmbime mendimesh mund të jenë argëtuese, sidomos kur bëhet fjalë për lajme apo tema që të tërheqin vëmendjen. Por kjo letër të paralajmëron të jesh i kujdesshëm me mënyrën se si flet me njerëzit e tjerë. Mos lejo që një koment i nxituar apo një sekret i treguar në momentin e gabuar të kthehet kundër teje. Fjalët kanë fuqi dhe ndonjëherë mund të lëndojnë më shumë nga sa mendojmë. Hëna dhe energjia e britsjapit të kujtojnë sot se besimi është diçka që duhet mbrojtur. Nëse dikush të ka treguar diçka personale, ruaje atë me kujdes. Binjak, përdore talentin tënd për komunikim, për të frymëzuar, për të sjellë gëzim dhe për të krijuar lidhje më të forta me të tjerët. Gaforia, letra e tarotit për këtë të ënte, 7 shpatat gafore. Kjo letër lidhet shpesh me fshehje, mungesë sinqeriteti ose një situatë ku dikush mund të mos tregojë të gjithë të vërtetën. Fatkeqësisht kjo mund të vijë edhe nga një person të cilit ke shumë besim ose kujdes. Sot është e rëndësishme të jesh më i vëmendshëm, veçanërisht me çështjet financiare. Nëse ndan para, llogari ose përgjegjësi ekonomike me dikë dhe ke ndjesjen se diçka nuk shkon siç duhet, mos i mbaj shqetësimet brenda vetes. Hëna në ujor të kujton se burimet e përbashkëta kërkojnë komunikim të hapur, qartësi dhe mirëkuptim. Mos supozo gjëra pa folur, por as mos injoro intuitën tënde kur diçka duket jashtë vendit. Gafore, sot mbro veten duke kërkuar sinqeritet dhe duke vendosur kufij të shëndetshëm. Një bisedë e hapur mund të zgjidhë shumë më tepër se sa heshtja. Besoj ndjesisë tënde të brendshme dhe mos lejo që frika të mbajë larg të vërtetës. Luani, letra e tarotit për këtë të ënte, 5 kupat e përmbysur Luan. Letra 5 kupat e përmbysur sjell një energji shërimi dhe rikthimi të shpresës. Ajo tregon se shqetësimet, zgënjimet ose trishtimin që ke mbajtur për vete për një kohë të gjatë, më në fund po fillojnë të largohen. Kjo është një letër shumë pozitive sepse tregon fundin e një periudhe të vështirë emocionale. Ajo që të ka rënduar zemrën gradualisht, po humbet fuqinë mbi ty dhe ti po fillon të shohësh përsëri mundësitë përpara. Në një marrëdhënie mund të vëresh një ndryshim të bukur, një bisedë, një afrim ose një kuptim i ri mund të përmirësojë lidhjen me dikë që e ke të rëndësishëm. Ndoshta ke menduar se gjithçka ishte humbur, por kjo letër të kujton të mos heqësh dorë kaq shpejt nga njerëzit që do.
Me energjinë e diellit në Luan, s'ka të rikthesh te gëzimi, besimi dhe zemra jote e madhe Luan. Lëre të kaluarën pas dhe hapu ndaj mundësive të reja për dashuri, pajtim dhe lumturi. Vigjeresh, letra e tarotit për këtë të ejnëte, 7 pentakullat e përmbysura. Vigjeresh, ti nuk je një person që dorëzohesh lehtë, ke durim, përkushtim dhe gjithmonë përpiqesh të japësh më të mirën nga vetja, por letra 7 pentakullat e përmbysura të kujton se ndonjëherë duhet të ndalosh dhe të pyesësh veten nëse ajo që po investon po të sjell vërtet rezultatet që dëshiron. Nëse një projekt, një marrëdhënie ose përpjekje nuk po të kthen të njëjtën energji që po jep, ndoshta ka ardhur koha ta shikosh situatën nga një kënd vështrim tjetër. Kjo nuk do të thotë të heqësh dorë, por të rishikosh drejtimin ku po shkon. Me diellin në zonën e gjërave të fshehta dhe sfidave të padukshme, mund të fillosh të kuptosh se çfarë të shqetëson në të vërtetë, ndërsa hëna në zonën e ankthit të nxit të përballesh me frikra dhe dyshimet që ke mbajtur brenda. Ejnëti është një ditë për të parë pamjen e madhe. Pyet veten, apo më çon kjo rrugë aty ku dua të jem? A ja vlen energjia që po jap? Vigjeresh, përgjigjet do të vinë kur të jesh i sinqert me veten. Ndonjëherë rritja nuk vjen duke punuar më shumë, por duke zgjedhur më me mençuri ku ta vendosësh energjinë tënde. Peshorja, letra e tarotit për këtë të ejnëte, 9 kupat peshore. Ndonjëherë gjërat më të bukura vinë tek ata që dinë të presin me durim. Letra 9 kupat është nga letrat më pozitive të tarotit dhe lidhet me dëshirat që realizohen, kënaqësitë dhe një ndjenjë e madhe me njohjeje. Sot mund të shohësh një dëshirë ose një shpresë të vjetër duke marrë formë pikërisht ashtu siç e kishe imagjinuar. Durimi, besimi dhe përkushtimi yt kanë filluar të japin rezultat. Kjo letër tregon gjithashtu mbështetje nga njerëzit që të duan. Të ejnëten, një mik ose një person i afërt mund të kuptojë çfarë të nevojitet pa qenë nevoja ta kërkosh. Një gest i vogël, një ndihmë ose një fjalë e mirë mund të sjellë shumë gëzim. Peshore, mos harro të vlerësosh atë që ke arritur. Ndonjëherë universi të sjell bekimet më të mëdha përmes njerëzve që janë pranë teje. Sot është ditë për të buzëqeshur, për të pranuar dashurinë dhe për të besuar se disa ëndra bëhen vërtet realitet. Akrepi, letra e tarotit akrep, për të ejnëte, 2 skopinjt. Sot mund të ndjesh një përplasje mes asaj që dëshiron ti dhe asaj që të tjerët presin prej teje. Nga njëra anë ke nevojën për siguri, stabilitet dhe për të krijuar një bazë të fortë për veten dhe njerëzit që do. Nga ana tjetër zemra jote të shtyn të eksplorosh mundësi të reja dhe të dalësh përtej kufive të zakonshëm. Letra 2 skopinjt të inkurajon të shikosh përtej zonës së reatis. Është një letër planifikimi, guximi dhe zgjedhjesh të reja. Ndoshta ke një ide, një ëndër ose një hap të ri që ke menduar ta ndërmarrësh, por ke hezituar për shkak të frikës nga ndryshimi. Energjia e shtëpisë dhe familjes të kujton se dëshira për siguri është e rëndësishme, por kjo nuk do të thotë që duhet të heqësh dorë nga rritja personale. Akrep, ti ke një aftësi të fortë për vetë kontroll dhe intuit. Mund të kesh të dyja edhe stabilitet dhe aventurën. Kur të bësh ndryshime, do t'i bësh me kujdes dhe me një plan të qartë. Sot beso te guzimi yt. Hapi i parë jashtë reatis mund të të çojë drejt një kapitulli shumë më të madh. Shigjetari, letra e tarotit për këtë të ejnëte shigjetar, 2 pentakullat. Shigjetar, sot është një ditë për të gjetur ekuilibrin veçanërisht në çështjet financiare. Letra e tarotit 2 pentakullat tregon se mund të kesh disa përgjegjësi, shpenzime ose kërkesa që konkurrojnë për vëmendjen dhe burimet e tua në të njëjtën kohë. Mund të ndihesh sikur po përpiqesh të mbash gjithçka nën kontroll, por kjo letër të kujton se fleksibiliteti është çelësi. Nuk ke nevojë të zgjidhësh të gjitha menjëherë. Mjafton të organizosh prioritetet dhe të ecësh hap pas hapi. Me hënën e ujor, mendja jote hapet ndaj ideve të reja dhe mënyrave të ndryshme për të komunikuar. Kjo është një kohë e mirë për të bërë biseda, për të negociuar një marrëveshje ose për të gjetur një zgjidhje që funksionon për të gjitha palët. Shigjetar, mos ke frikë të mendosh jashtë kutisë. Një qasje e re mund të ndihmojë të krijosh më shumë stabilitet dhe të menaxhosh më mirë atë që ke në duar. Sot ekuilibri vjen duke qenë i zgjuar, i adaptueshëm dhe duke besuar në aftësinë tënde për të gjetur rrugën e duhur. Bricjapi, letra e tarotit për këtë të ejnëte, 5 skopinjt e përmbysur bricjap. Sot mund të kuptosh se disa debate apo tensione që ke përjetuar nuk kanë qenë aq të rëndësishëm sa dukeshin. Letra 5 skopinjt e përmbysur tregon konflikte të vogla, diskutime të panevojshme ose përpjekje për të provuar veten para të tjerëve.
Nëse presioni për të performuar ose për të arritur pritshmëritë e të tjerëve mund të të lodhë, kjo letër të kujton se nuk e pse të luftohesh për çdo gjë dhe as të bindesh të gjithë për vlerën tënde. Të njëjtën mund të zgjedhësh të investosh më shumë tek vetja, tek rritja jote personale dhe tek gjërat që të bëjnë të ndihesh mirë. Do të kuptosh se nuk është e mundur të kënaqësh të gjithë dhe se paqja jote e brendshme është më e rëndësishme se miratimi i të tjerëve. Pritjap, mos harxoj energjinë në betejë që nuk të çojnë askund. Përqendro tek qëllimet e tua dhe tek ajo që vërtet ka rëndësi për ty. Sot nuk fiton ai që debaton, por më shumë, por ai që di kur të tërhiqet dhe të zgjedh veten. Ujori, letra e tarotit, kalorësi i shkëpinjve i përmbysur. Ujor, sot është dita për t'i kushtuar pak më shumë vëmendje vetes dhe kujdesit personal. Letra e tarotit, kalorësi i shkëpinjve i përmbysur të kujton se edhe pse ke shumë energji dhe dëshirë për të bërë gjëra të mëdha, ndonjëherë mund ta shtysh veten më shumë se ç'duhet. Me hënën në shenjën tënde, ndihesh më i fuqishëm, më i motivuar dhe gati për të marrë iniciativa të reja, por kjo energji e madhe mund të të bëjë të harrosh kufinë e tu dhe të lodhesh pa e kuptuar. Sot bëj kujdes, mos e teprosh me punën ose me përgjegjësitë. Nuk e pse të provosh vazhdimisht se sa shumë mund të bësh. Edhe pushimi është pjesë e suksesit. Gjeje ekuilibrin mes ambicjes dhe qetësisë. Pak kohë për veten, një moment relaksi ose një aktivitet që të mbush me energji mund të bëjë mrekulli. Ujor, kujto se forca jote nuk matet vetëm me sa shumë mund të arrish, por edhe me mënyrën si kujdesesh për veten gjatë rrugës. Peshqit, letra e tarotit për këtë të ënjte, mbretëresha e shpatave peshq. Ti je një nga shenjat që di të jetë gjithmonë për pranë të tjerëve peshq. Ke një zemër të madhe dhe shpesh vendos nevojat e njerëzve që do përpara të tuave. Por sot letra e tarotit, mbretëresha e shpatave të kujton një forcë tjetër që ke brenda vetes. Aftësinë për t'u distancuar kur është e nevojshme dhe për të mbrojtur qetësinë tënde. Kjo letër flet për çlirimin nga gjërat që nuk të shërbejnë më. Ndonjëherë nuk ke nevojë të shpjegosh gjithçka, të luftosh apo të kërkosh përgjigje. Thjesht tërhiqesh me qetësi dhe jep energjinë tënde gjërave që kanë vërtet rëndësi. Të njëjtën në vend që të shqetësohet për veprimet ose zgjedhjet e dikujt tjetër, përqendrohu tek vetja, tek planetet tua dhe tek gjërat që të sjellin paqe. Peshq, kjo nuk është ftohtësi, është mençuri emocionale. Të dish kur të japësh dashuri dhe kur të vendosësh kufinj, është nga fuqitë e tua më të mëdha. Sot lësho atë që të rëndon dhe ruaje energjinë tënde për njerëzit dhe ëndrat që e meritojnë. Ky ishte parashikimi i letrave tarot për 12 shenjat e zodiakut për ditën e ënjte 30 korrik 2026. Ju faleminderit që na ndiqni, lini komentin tuaj dhe mos harroni të na bëni like dhe subscribe.